Drittijet e portreteve të fotografuara nga dinastia Marubi frymëzuan piktorin shkodrash Shpëtim Garuci për ekspozitën më të re vetjake, imazhet e njohura historike të rreth një shekulli më parë, duke se ringjallën në epokën aktuale, fan ngjyrave të ndezura dhe mjeshtërisë së realizimit të tyre. Garuci jep shpirtin krijues 44 portreteve, duke i bërë ato origjinale. Në këtë pikturë që kam ndërtu një mekanizëm që të jap shikuesit një diçka të veçantë, pra Marubin, por edhe shpëtimin mbrapa, por edhe mesazhin që ajo sjell prej Marubit edhe nëpërmjet shpëtimit. Kuratori Olsen Gripshi shprehet se ekspozita dallon për estetikën e saj. Përvijimi i një pikture tradicionale të një fryme klasike dhe për më tepër për të bërë bashkë dy kohë të shkurtër dhe të tashmen, ku kishte më mirë për tu ndërlidhur dhe për të bashkëpunuar pikërisht për të hapur këtë ekspozitë që unë mendoj që është një arritje për skenën kulturore, për artin pamor shkodran dhe jo vetëm. Punën e bërë nga autori e vlerëson edhe mjeshtri i pikturës Skënder Strica. U befasova me punë të shpëtimit, megjithatë u befasova me gjetjen, sepse sot vlerësimet e artit nuk janë thjesht ajo që bën, por është edhe gjetja. Kjo është ekspozita e tretë për piktorin Shpëtim Garuci dhe vjen pas 7 vitesh nga ajo e fundit. Prania e shumë vizitorëve ishte një detaj i veçantë i kësaj mbrëmje. Ekspozita shëmbëllyesi dritë shkrueseve bardhëzi të Marubëve në pikturë do të jetë e hapur deri në datën 16 prill.